Unë e imagjinojsha shumë ndryshe rrethi e Eminit që ka me reagu. Në fakt, unë e kom bo shumë të madhe se qysh kanë me reagu familja e Eminit. Si ka qenë ky takimi i parë me familjarët? I falenderoj shumë familjen e Eminit se janë të rallë për një me. Do me thonë, familja e Eminit, qikat e mija i konsiderojnë njëjtë si kur dy fëmijë që i kemi na dy bashkë. Dhe kjo më bën muni shumë mirë. Po, a ka pasur dikush në fillim që nuk ka besuar të kjo lidhja juaj? Shumë. Mundu me thonë, ashta veç 1%, a kam besu, as kam besu prej 100% shit të rrethit tonë. Po, si jam pushet mendje një, si kaluat këto sfida? Kom fillu prej se një Eminin, kom fillu dhe ma shumë me besu në ata që për një me diqka nuk është nevoja me i sforcu senet njët. Kur diqka është për njani tjetrin, sidomos kur dy njerëz janë për njani tjetrin, rjedhin gjanat vetë, pa bo shumë plane, pa bo shumë... E kam dëgju edhe një info kështu të vogël nga ti që babai yt ka pas thënë për Eminin djala i ki letrat. Direkt, do me thonë, kur u dollë... Që s'kanë pas letra, kanë interesant. Po, dule Emini me babin për herë të parë, dole mu njoftu. Një me unë nuk e prita, dole më najti, shisha babin tha, o djallë, a i ki letra, ta i prinde, tu menu që kjo ardhë në Itali dhe tash po do mi bo letra. Si qdo, po prindrit, si e kanë prit këtë lidhjen? Prindrit e mi e kanë prit shumë mirë, shumë edhe prindrit e Eminit, masanej. Shoqëria e këto, si kanë qenë komentet që kanë? Qyshe thash, shumë nuk kanë besu. Oj, nor, djalli i ri.